Ja se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani vezë çdo ditë. Ju mban të ngopur për një kohë më të gjatë. Konsumimi i vezëve për mëngjes është i dobishëm në krahasim me bukën e thekur ose dritrat. Yndyra dhe proteina në vezë ruajnë nivelin e energjisë dhe ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Vezët konsiderohen si një burim i mirë i proteinave. Konsumi i vezëve për mëngjes siguron të gjitha aminoacide thelbësore që ne zakonisht marrim nga dieta e përditshme. Ndihmon në humbjen e peshës. Vezët gjithashtu përshkallëzojnë procesin e humbjes së peshës. Nëse konsumoni vezë për mëngjes, atëherë veza siguron ndjesinë e ngopjes. Kjo do të zvogëlojë rrezikun e ngrënies së tepërt. Forcon sistemin imunitar. Vezët përmbajnë gjithashtu një lëndë ushqyese selen, e cila përmirëson sistemin imunitar dhe rregullon hormonin e tiroides.